Hajde ka dole. Vetëm kultivimin. Po. Në lidhje me veprimshëm. Limi i dimës së hashashit, shkurës së kokainës. Veç kultivimit, si atë bun pranë. I propozoj gjykatës që të njëjtin të shpallë fajtor. Alban, Një që era në falur do të thonë veç kultivimi. Hajde ka dole. po hapi seancën e shërtimit gjyqësor Nërli, vendosje, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës e datës 21/11/2022 kundër të akuzuarve Fethi Ujgur, Aligjen Ramadani, Filip Mishevski, Eron Marko, Alban Maloko, Ertan Dacic dhe Milazem Voci për kryen e veprës penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar lidhur me veprat penale blerja, posedimi, përdarja dhe shitja pa autorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge dhe veprën penale kultivimi i dimës së hashashit, shkurës së kokainës ose dimëve të kanabisit. A pranoj fajzi për veprat penale për cilat akuzohen? U deklaruar se i keni kuptuar veprat? Jo, nuk e pranoj. Nuk e pranoj. E njëjta pyetje. Pranoj vetëm kultivimin tim. Po. Hashit, shkurës së kokainës ose dimëve të kanabisit. Veç kultivimit, si atë bun pranë. Alban, Një që era në falur do të thonë veç kultivimi. akuzohen? Unë në lidhje me veprimshëm. Pasi që pranimi i fajësisë nuk është i plot, por është i pjesëreshëm. Atëherë refuzohet pranimi i pjesëreshëm i fajësisë nga ana e të akuzuarve të Laceko. A jetë pranë mbrojtjes cilën e ke paraqitur në Правильно, që këtë shumë të Po, vetëm pranë. a do të deklaruar diçka tjetër? Ja, që s'po shkoj çela. Sadece gjithë vetëm karikat Vetëm dua ta theksoj përsëri se jam pa faq. Jetë pranë. Se kurse edhe Filipi, Pa deklaratës. Albani, Një të dhëmë. Ertani dhe Milazini. Që të nga baqasoj edhe lidhje me veprimshëm. Konsiderojmë se të njëjtit janë përgjegjës për këto vepra penale. Nuk ka asnjë rrethon që të njëjtit i përjashton nga përgjegjësia penale. Ky mbetur pranë fjalës përfundimtare të dështuar paraprakisht i propozoj gjykatës që të njëjtit i shpallë fajtor dhe të shqipton dënime siç është parapat me kodin penal të Republikës Kosovës. Me qenë se fale të deklaruar për të gjitha, në ka seanca shërtimi gjyqësor për këta, shpallja e gjykimit për këtë çështje juridiko-penale do të bëhet në datën 14 mars të këtij muaji në orën 13:15. Fani vetëm pak momente kemi me shkru proces verbalin avokat edhe pas.